Ku tjetër do mund të zhvillonim intervistën në skenë me skenaristin Genc Saliu. Mirë mbrëma. Wow, prej Prishtinës keni ardhur këtë kohë. Veç për me bëj intervistë mu, faleminderit shumë, ndihem jashtëzakonisht i nderuar. Por derisa ti e ke marrë një përgjegjësi kaq të madhe në një festival kaq të rëndësishëm pas 23 vitesh të jesh skenarist, për neve ishte privilegj të vinim dhe të intervistonim. Për mu ka qenë një nder shumë i madh që më kanë ftu, edhe nuk muj pa e bo observimin që unë besoj që kjo ka pas shumë bëj edhe me faktin që besimi i parë për këtë lloj pune më është bo nga RTK-ja. Edhe këta thjesht më kanë peshku prej aty. Kështu që e falenderoj edhe Radio Televizionin e Kosovës për krejt ftesat që mi ka bo. Ky festival, festivali i Pranverës, kjo është një festival, ndoshta për publikun kosovar jo aq i njoftun, sa është festivali i fundvitit në RTS. Prandaj ndoshta është mirë pak me fol për këtë festival. Patjetër me shumë kënaqësi, po. Ky ka qenë një festival që ka filluar në vitin 1985, domethënë hala gjatë regjimit komunist. Është themeluar nga Ferdinand Deda, që është një muzikant i pavdekshëm, domethënë i paharruar në Shqipëri. Njëkohësisht është baba i Elton Dedës. Është themeluar me idenë që tjetë festival rinor. Kjo ka qenë, domethënë, fasada. Po në realitet, më unë mendoj, edhe ashtu e thonë gjithë, domethënë, pra paskenë që thonë. Ky festival u themeluar në mënyrë që të krijohet një hapësirë, një platformë, ku mund të knohen këngë që janë pak më të guximshme, që janë pak jashtë temës kësaj, domethënë, rrjedhës kryesore, që ka qenë e redaktume prej nalt, prej regjimit. Jo revolucionare. Thjesht këngë të temës lirë. Këngë cilat jo domosdoshmërisht kanë pas nevojë me qenë as sosrealiste. Domethënë me pas një hapësinë alternative ku trinjt, artistat në përgjithësi, jo vetëm trinjt, mujnë me shpreh veten ma lirshëm. Po ky festival ka vazhduar mandej, ka vazhduar edhe pas rrahjes së regjimit, ka vazhduar deri në vitin 2003. Edhe ka qenë pjesë shumë e rëndësishme e jetës muzikore, e teksturës kulturore të shqiptarëve në Shqipëni. Edhe prej se kanë ndalë festivalin 2003, festivali duhet të jetë ndalë për shkaqe administrative, buxhetore, nuk e di saktësisht pse, po qysh nga ajo kohë, çdo vit, sa herë afron, domethënë, kjo stin, gjithmonë ka shumë këtu, ka pas shumë fjalë. Pse s'pektheni festivalin Pranverës, pse s'pektheni festivalin Pranverës? Unë gjithmonë e kam dëgjuar. Edhe në fund doli një gru shumë e zoja, që quhet Eni Vasili, që është drejtoresha e RTS-s, edhe tha okay, e bëjmë. Edhe e bonim, edhe na doli një festival shumë i mirë. Drejtoret e mediumeve publike shqiptare po dalin shumë të zotë, se edhe në Kosovë po rikthehen akordet e Kosovës, kështu që një punë shumë mirë po bëhet ku rikthye festivali i Pranverës, atje priten akordet e Kosovës, kështu që. Për mua ka qenë një moment shumë i bukur. Isha e pata një provë shumë të suksesshme këtu, në këtë festival. Me të vërtet shkoj dita mirë, edhe vendosa me ecë deri në shtëpi, është ecje shumë e bukur me prej RTS-s deri te udhkryqi 21-shit, e kalon në përsheshje Skënderbej, kalon shumë pjesë të bukura të Tiranës. Edhe isha i gëzuar prej provës, edhe prej çush po shkonin senet në çato 2-3 ditë. Po pe hap Instagramin rrugës, që shprehje keqe. Edhe po e shoh lajmin se festivali i këngës Kosovës i është rikthyer me akord. Diçka që unë gjithmonë e kam dëshiruar, edhe u gëzova shumë. Do me thonë, kjo s'ka të bëj me faktin që unë jam, që me thonë, kam histori me festivalin e këngës. Unë mund të mos jem edhe fare në edicionin e ardhshëm, po si dashamir i muzikës shqipe, në veçanti të trashëgimisë kosovare, edhe si dikush që është shumë i interesuar në historinë kulturore, jam jashtëzakonisht i lumtur që Rilindi më rrivi me bu këtë sen. Edhe urime, faleminderit Rilind, ka shumë njerëz që ta dinë për ne. Shumë e vërtet, dhe nëse analizojmë, kishim Eurosong që edhe e shënonte 70 vjetorin dhe akordet e Kosovës vetëm 4 vite pas kishin filluar, do thotë, aq janë të lashta dhe është mirë një rikthim që bëhet nga Radio Televizioni i Kosovës. Po, nuk ka pas nevojë me ndrua emrin hiç. Po na kemi qef ka njerë kështu me i bo disa, po me shku pak djathas pak majtas. Por Genci, ne Genc Saliun e duam edhe nga zëri, nga muzika, nga kënga. Do të ketë diçka të reja ndi? Qyre, do me thonë unë
këto viteve të fundit nuk jam tu marrë me muzikë jo në mënyrë aktive, po në mënyrë ambicioze. Dhe me thonë, e bëj tash ma shumë për veti, se për publikun, po unë vazhdoj me nxjerr këngë, dhe me thonë... Një zë i mrekullueshëm, të lutem mos të merr skena të tërin. Jo. Unë vazhdoj me nxjerr këngë. Thjesht nuk e bëj aq të madhe. E nxjerri, publiku jam që është gjithmonë kam një grup që është besnik, dhe me thonë. Ata gjithmonë e din, na herë u thon na një pri këngëve pak më lart. Nuk e kam më shumë të rëndësishme me pas na i farë qasje të madhe të publiku i gjonë, se tash është edhe, do me thonë, është tjetër kohë. Tani mbaroj gjitha, shkoj ashtu si që kishe menduar? Jo, edhe kjo është e bukura. Shkoj 80% që kom menu, edhe një 20% edhe pak ma interesant që kom menu. Dhe kjo po që është mirë. Kështu që jam i lumtur. Ne gazetarët edhe pysim sot i kishim zgjedhjet e treta të parakoshme në Kosovë, votove me kusht? Sot ka qenë moti shumë i mirë në Tiranë. Ka qenë 29 gradë Celsius. Edhe unë e kom marrë një peshkir me vete. Me duajt edhe mua. është me të vërtet shumë nxehtë, sepse është mot i mrekullueshëm, ju Dhe ishte rekomandoj një pyetje e nxehtë. Faleminderit shumë që ishe me neve. Faleminderit juve që keni ardhur. Knatësi.